më 29 nëntor, zbritën nga malet tër byth palarët dhe mund të quhet një nga ditët më të errta të historisë. Fara më e keqe në botë quhet komunizëm, zbriti nga malet, fati ton i keq që Gjermani iku. Gjermani iku se kishte hallet të tjera, që lufta që po vinin rusët, po vinin deri afër Jugosllavisë, se kishin hallur të mos i bllokonin në Ballkan. Nëse punë e tyre. Edhe ikën ata, se të rinin ata. Italianët sa ndenten mo italianët, dhe çfarë nuk bën italianët. Tra do ndërtesa që janë në Tiranë, të ministrit italianët i kanë bërë, këtu e banka, këtu Italia e ka bërë, më të thash. Edhe Gjermani, po të kishë ndentur, s'do kishë ardhur komunizmi o birë. Ne, do me thënë, nuk e di, po vrasjet që ka bërë komunizmi, shfarosjet që ka bërë komunizmi, nuk i bente pushtusi asnjë në botë. Pushtusi i quanin këta, pa ju që kalimtar, Gjermani që kalimtar. Nuk do me që Gjermani, ashe me rusët, do me qenë nga ushtritë më të mira të botës, kurse ne s'kishim buk të anim, qar ushtri qushim ne. Dhe se është turp i madh. Por ata ikën. Edhe pasaj komunistët zjatën kokën, e rrethuan Shqipërinë me tela, zhdukën fenë. Po që kanë bërë ti vendi ata? Qarë qenë profesorë, doktor, intelektualë, kush ki studuar jashtë, i grinë, i vranë, i internuan, e shkatruan farën më të ndritur. Farën, trurin e shqiptarëve, këta e shkatruan komunistët, se qenë mbylmeza. Qenë të pasur, qenë shu i vunë kryqin. Dhe si mund të kujtosh 29 dhjetorin? Gjithmonë respekt për ata njerëz që u vranë, që nuk dinin që komunizmi. Sepse ballin kombëtar këta e kanë filluar që më 1 tetor 1143 ka filluar lufta civile. Se ne historinë nuk e dim fare, ore. Historinë e popullit shqiptar, e historinë e ka bërë Enver Hoxha, dhe akoma me këto filmat, me këto që bësileqet. S'ka lidhje fare, historia është e tëra e shtrembuar. E gjitha. 29 dhjetori, pse bie 29 nëntori, pse bie edhe festa e Titos, e Jugoslavisë, 29 nëntor bien. Pale pastaj 28.000 dëshmorë, se e kam thënë qintelë, ka vëdre në Vareza ato. Gjermanë 147 u vranë, Italianë 300 ca, kupton ti? Edhe partizanë të tërë benja 3.000, kupton? Partizanë të vranë. Kjo është e vërteta, është me dokumenta. Enver Hoxha tha jemi 28.000 metro katror, futi nga një dëshmor për kilometra. Kupton ti? E i futi. I zhduku i vravi dhe tëra ata që kjo është historia e dhimbshme. Prandaj 29 nëntori duhet qarë, jo festuar. Por duke parë që qarë është bërë në të Shqipëri, që lufta civile, kemi vrarë njëri tjetrin, më shumë se sa kemi vrarë njëri tjetrin, dhe vazhdojmë prap, vazhdojmë të nuk kemi për një qeshje kombëtare ose kështu që të bëhemi bashkë, prap të ndarjemi. Gjasme, po këtu nuk shikoj të djathtë fare. Jam bërë ca kështu gjoja, jemi të djathtë, thot, s'ka lidhje të djathta fare. Këtë pusti kanë të majta. Të djathtë janë shumë pak e Enver Hoxha. Të djathtë dhe njerëz që e duan me shpirt Shqipërinë. Kështu që data 29 nëntor është për të qarë, për të vënë kunjën, me oi, na pushtovi fara me keqe komunizmi. Dhe vazhdon akoma e kësaj dite kjo farë.
Dhe shqiptari është vetëm i emigrant, i mërguar, i pa mbrojtur, vetëm, ku e di unë. Zoti na mbron lart, nuk e di. Se shqiptarët e shkretës din ku kanë kokën. 2025. I natë kemi me njëri titrin, shumë gjera. U sa keq jemi, o Zot, u sa keq jemi. Gjithsesi, nuk e di. Zoti me të dorë, kjo, nuk e di. Komunistët janë akoma nipi dhe komunistëve. Nipi spiro kolegës është ky, i tijatit komunist. Balluku, bese komunistit, tjetri tërë. Rastësi tjetë që janë gjatë komunisti këta në krye. Mbrona o Zot. Mbrona o Zot, o bir i nenës, bir. Mbrona o Zot nga komunistët po ku. Na ka nipur edhe vap, tefte një vit, su ngopën o bir.